kush më afrohet është për veti, po unë nuk dua afrim, sepse unë du gjithmonë më nominu gjithë. Unë nuk kam këtu vëlla, nuk kam motër, nuk kam kërkeniç, nuk një kërkojnë fare. Do të thotë, këtu dua t'japi atë që di unë, sepse unë kam kryer shkollën e mesme muzikës, dega muzikë falur, kam kryer shkollën e arteve, dega e muzikës plus psikologji, por nuk do të thotë shkolla që të bën atë që ta jep Zoti. Unë kam shumë mjellon kësaj shtëpie, shumë shqiptarive, familjarëve tanë që kam shumë gjana mjellon bukra, por unë përshoj që tu nuk ka lojtar. Pak më përpara, pak më përpara, unë po ata një debat bajket më me Alben. Me zonën e nderuar me Alba, lutem. Me Alben. Okej. Edhe debati nisi prej te, Alben se ishte me? Po, sepse ishte Alba që po kërkonte konfirmim nga gjithë banorët se labim ka bë gabim. Edhe unë i kundërshtova, i thash, vlla, e keni natë, se keni natë labin që të dëni ju, por unë menoj se ja jeni të afut kot, sepse labi fund nuk të bani gja, edhe nga kjo gjon nisi, kjo është ajo që trashën ty që do ta hamenimin tëm, Alben. Pavarësisht nuk ka se edhin, por aja po thote, jo po më ka thonë atë vjetë ty, kështu krevat, edhe unë i kundërshtova shumë edhe nga kjo arsye, po atë debat shumë mall me Alben. I kundërshtova shumë për Alben, sepse nuk për mu ishte diçka kote, jo po më ka thonë atë vjetë ty, jo po atë vinë krevat, është kot edhin, edhe për këtë arsye unë të pyeta, thëtë Alba du një nominim kokë me ty. Edhe sikur të nollin, seriozisht këtë nominimi kokë me Alben, do kështë e dasht? Alben e shoh kam... Po, Spari, unë nuk e kam kërkuar të shkoj në shtratë e ajo. Do, sepse mi kjo e tha, fjallën 7 s'ta ka përmen, tha, bënë qatë dush ati, nuk munesh me kështu, fjallën 7 tha, nuk ta ka përmen, tha. Alben, nuk ta ka përmen, Alba i të e bakë kata, Alben. Jo, ja kom përmend, po ta them si, në çfarë mënyre. Sepse ne në gjatë gjumit natës nuk e dim çka ndodh, ndoshta do njerë kemi edhe gazra. Edhe gjatë gjumit kishte shumë rëmuj sepse bas edhe vllau i mall kërkoi disa herë që të flejmë. Na e ki vrejtin disa herë. Ndoshta ju keni qenë në gjumë, po disa herë, mbi 3-4 herë, 5 herë, 6 herë. Okej, edhe mu ndodhi një 2 gazra pa dashje i kom lishu, kështu që u qeshën gjithë edhe dikush tjetër, edhe tani Alma nuk flejke. Edhe Alba, më falni, vllau i madhe kërkoi Alba, flej, bi në gjumë. Edhe unë i thash, Alba, do në të vi të ju, me lishu dhe një gaz, me këtë mendim që ndoshta flen. Me këtë mendim dhe nuk kisha mendim tjetër, po më duken strategjia ime dhe lojra ime ka nisë me dhe më thonë, ka efekt. Po ba me dalë ti nominim me kokë me Alben, kush me nëse reagohet? Po kam më dhem zemrë që ajo do të largohet, prandaj më dhem zemrë se i duhet kësaj shtëpie ajo. Ma tutje, më duhet edhe mu. Sepse nuk kam me konë me luj tani. Të duhet për arsye loje të Alba? Sigurisht. E shoh që mu të bëj loj me të. Menon se kjo eksperienca jote në Big Brother do të binë ma shumë sukses në jetën tënde? Patjetër, padyshim që po, për këtë kam ardhur. Unë e pranoj, po du vëmendje, po du punë më shumë, po du njerëz më mjoft më mirë, si e kalon Labinoti gjatë ditës, çka bën Labinoti gjatë ditës. Kush organizoi proteste për me hinë Big Brother ti? Kush organizoi proteste? Ajo një ditë kur do të kryhet Big Brother, do të dalë gjitha kush ç'është tek, ç'është është organizuar, çka është organizuar, pse është organizuar. Nuk e dija mund ta përmeni komentin e mësun. Para se me kënë këtu, kam një koment të Olti Curit që ka pa thënë për ty, por nuk e dija mund ta përmeni. Kisha thënë shumë me ditë përgjigjen tonë. Produksioni? Olti Curi. Okej. Kur u bën laudimit kush do hin Big Brother, u përmend edhe emrat. Edhe Olti Curi tregoi një mesazh se ai kishte çukur para të. Okej, unë ta them. Kjo ka qenë në Big Brother VIP Kosovë era e parë. Edhe sigurisht, si kur sponsorët që përshifni ju sponsorët këtu, dhe biznisi imi cili ka qenë asokuar në fillim, dhe kam kërku që me qenë sponsor dhe unë. Që kjo është? Kanë kërku ata me kanë sponsor? Jo, unë kam dashë. Ti ki dashë me kanë sponsor? Me qenë sponsor se ki mobile garaj,
Karagaç ose komedita home, ku di unë, kum dash edhe unë t'jem, dhe më thëmë, kush fiton, me e dhonë dhuratë edhe një shtëpi. Po tani nuk kemi asur në kontakt, edhe kjo ka qenë, dhe më thënë, ajo që kjo ka qenë para 4 vite, jo ta. Këtu në Big ba me vure edhe loja qifteve e shumë edhe tjep shumë vëmendje edhe tjep një arsye tjep një arsye për me të pa publiku. Nga që ti i martu me gru, edhe nuk mundesh me lu lojën e qifteve. Mendon se të penalizon? Në kurse si jo. Unë do të tregoj që jam një bashkëshort i mirë, një bab i mirë, një kuzhiner i mirë, një pastrus i mirë, shtëpien, një evident i mirë, evidencën e cilën e marrë. Që do të thotë evidenca? Evidenca kur ti manë pastërtinë dhe tualetin, banjën, kuzhinën, qosh mëngjes, bën trupin tënd, sepse ti nëse mas pare ti duhet të bësh gjithmonë shëndetin e trupit tënd. Nëse ti nuk e bën shëndetin e trupit tënd, si e bën shëndetin të tjerëve? Domethënë, unë mëngjes kur qohem, lidhem me Zotin s'pari, këta ekipallet ti, ekipë re, tani vazhdoj, vaj udhirit pi, veste fallonës, po këtu nuk kam, edhe ja nisi me po palestër. Domethënë, nëse nuk kam shtëpi, bëj pompa, gjana tjera, shkallët, vrapoj deri në 10 herë, domethënë, 3-4, 10 herë, edhe jam mjafton për mu për gjithë ditën. Babi tregoi që jam kuzhiner i mirë, nuk e lo gjithmonë gruaja ta presim si shumë burra që presin për grave, m'ja dërgullu, m'ja dreq bukën. Domethënë, duhet vëdësohemi që edhe ne duhet të ndihmojmë grave tona që të bëjmë bukën edhe ne donjëherë. Kështu që unë tregoj këtu që jam bashkëshort i mirë, një prindër i mirë, i cili jam martuar kuar më të duhur, mendoj, 20 vjeç. A je bashkëshort xheloz? Falë? A je bashkëshort xheloz? Nuk jam xheloz sepse unë e di çfarë bashkëshorte kam. Sigurisht që kam xhelozi, sigurisht që janë ato limitet e mia deri ku po unë kurse pyesi bashkëshortën kur del në kafe me shoqëni, me shoqe, me bashkëpunëtor që ka për drekë darkë, nuk kam se unë e di çfarë bashkëshorte kam. Do më ta bëj pyetje pas pak. Tani, pyetja nuk është përfunduar sepse ka do persona që kanë hyrë për zytën e Big Brother që është gabim për mua. E vlerësoj shumë guximin, sepse edhe ka gjetë taktikën përmes dashurisë, përmes çiftit me arrit në finale. Po unë mendoj ti do fol për Edin. Nuk kanë me emra, mos e koncepto. Pikërisht për Edin, po. E mendoj unë që është gabim. Domethënë ti duhet luftosh vet. Edhe moment që edhe momenti që I vetëm thjesht ti na çorto po si ta kuptoj. Cila është gabim? Gabim është sepse ka hi për herë dytë. Apo gabim është cila është gabim? Gabimi është mendoj që ka inë për herë dytë. Edhe gabimi është që nuk lufton vet, po lufton përmes çiftit. Nuk e beson se e ka të vërtet? Më fal? Nuk e beson se ja e besoj gjithmonë, dashurisë e besoj gjithmonë. Po pse po lufton me çiftit? Po, ndoshta e ka gjetë mënyrën edhe përmes dashurisë që të shkon deri finali. Jo, ai vetë pranon thjesht ka ndodhur, nuk e kam pas plan, ka ndodhur. Po është edhe planifikuar para se mi, besoj. Me dikon patjetër gjatë luajtjes, po unë besoj 90% për këtyre që Big Brother dashuron nuk përfundojnë jetën bashkë. 10% për tyre po 90% jo. Ndoshta kjo është një ndër ata që ka me hitë 10%. Ja uroj me gjithë zemër, sepse është djalë i mirë, një familjes të mirë, edhe është super djalë. A shef si konkurrent fort ndaj teje? Jo. Besa hiç fare. As nuk e shon shtëpi. As nuk e ka disa që i shoh konkurrencë. Mendoj konkurrent brenda që bën lojë, jep kreativitet, jep mesazh të bukura, ka disa që janë të forta. Me emra smuj, mi thon. Po Edin e shoh. Sa veç shkojnë në finale, mos e ka bërë. Edin e shoh nga jashtë është i fortë. Jo nga brenda. Jo që jep diçka, po nga jashtë po. 5 vetë mos e ka bosha shkojnë në finale? Më duket që 4 ose 5. Ka mos i dhe 6. Beson se mund t'jetë një ndër finalistat? Kush? Edi? Nëse është me qift, po. Me fjalë, në shoh se... është me qift? Po. Po.
Në qo sa pa qeft? Unë më dashuru përsëri. Në qo sa pa qeft? Nuk e besoj. Ka mundësi mu penalizu, sepse është një djalë pak temperament, dhe nuk e ka kontroll dhe në nervozitetin, edhe ka mundësi mu bizarëzi. Dhe në këto momente përshë shumë mirë, asë një moment që nuk e ka. Po atë natë ka mujtë vetëm pak t'i shgabu, ish penalizu me zarëzi. Po unë u largova për i të respektit familjes ti. Se po t'kisha dash, ka mujtë ta eqë. Edhe i kam thonë jashtë, nëse i do t'ja largoj për 2 javë, po nuk e kam atë mendim më. Jashtë, nëse hi një ditë, nëse është Edi brenda, unë do ta për 2 javë deri 3 javë do ta largoj. Sa dëgjoj. Unë kur kam dëgju disa emra, unë domethënë nuk e kam njoft askënd. Po tani kur kam brenda, i kam domethënë dita e parë i studiova shumë shpejt. Dytën e ditës studiova mbak më shumë, tretën, katërtën tash i di gjithë personalitetin. E di shumë shpejt. Brenda tash duke bërë këtë intervistë, nëse do në bas 10 minuta, mujtë të bëjë rëmuj këtë shpi. Pa prekur kërken, pa prekur familja, pa prekur personalitetin, po gjithë më me lojë. Për 10 minuta mujtë bëjë këtu, shiku shmëri sa dush. Dhe më tonë, kam aftësit mija. Unë ishë thonë jepi. Nuk është më sot dhe kam nënë Jo, ti. A u den, unë ta kisha. Sot kam nënë bëllë, se më mduan disa lojtarë, edhe presë që të vinë edhe lojtarë pak më të fortë, ose unë, ose tjere, dhe të bëjmë pak më fort. Tjetë, sepse mos harrot që ka edhe Big Brother tjera që do t'jenë konkurrentë dhe neve na duhet lojë më të fort. Më të fort. Unë prestë. Unë e shoh veten që jam lojtar i përsosur. Hymja re që do t'jetë. A do bash, jo, po të pyes, a do bash veprimin që do... Unë me qenë edhe bashkërtja ime, në radhë parë do t'a sulmosh? Unë me qenë edhe djalim... A do bash veprimin që do t'a sulmosh, apo do jepsh respektin edhe do t'a sulmosh më vonë? Respektin japi çdo kënd, po sulm do të ketë çdo kush. Edhe ti. Jo, e kuptoj unë, por në momentin e parë që hin në shtëpi, a do bash atë që bën shkurtja me ty, që të sulmoj direkt, apo do presësh? Shqiptari e ka Demba Badem prej Skënderbeut e deri te Adem Jashari, mikpritja pritet edhe armiku në shtëpi. Edhe besën e ka derisa e shifet trupi. Në moment që nuk i shifet më trupi, nuk ka besë.